Ai vjen sonte në prive jo në rolin e ministrit të bujqësisë, mirë po ne kemi kaluar me të një ditë të tërë me familjen e tij, bashkëshortën dhe fëmijët. Si është përditshmëria e Memli Krasniqit, e ndjekim bashkë në materialin e përgatitur nga kolega jonë, Maki Bajrami. Në shtëpi ndryshon atmosfera sa herë që ai rikthehet nga puna. Përditshmëria e ministrit të bujqësisë Memli Krasniqi është ngarkuar deri në atë mas, saqë pak i bie të qëndrojë me familjen e tij. Dita zgjat normalisht prej mëngjesit deri në ora 8, 15 e kam gati si në farë korarit zakonshëm kur jam në zyre. Rreth orës 8 vinë shtëpi. Është koha kur mundona me kalu pak kohë me fëmijët, me vetë borën që ka bënë shkollë, për detyra, për mësime, malin edhe verën për qerdhe, me lujt me ta, diçka, deri sa të binë me flajt, ma nej, nëse kemi fat, atëherë me Melizën muj me këqyr, ose naj seri që për qelim, nështë naj film, ndërko darkën e honë shpe gjithë, ose 99% kohës, dhe unë e pështet nga qëtu, zakonisht që kjo është kondi jam, ku shtrina edhe më nxen gjumi, zakonisht më nxen gjumi që aty të këshyr televizorin. Por ato pak orë të lira që i mbesin për gjatë një dite, Memli mundohet t'i shfrytëzojë në maksimum, por jo duke i ndihmuar Melizës në punët e shtëpisë. Ama ka stik ku është? Ku ka vendin? E ta që në mbyle? A shajda? Jo, nuk e një maj Melizës shumë, jo pëse s'kam qef, po pëse Meliza, keq mi thonë arsy, po është këgja e zoj, edhe këgja e djathë dhe i kryin punë, do mësu shqyqër me mu. Kafen e bëj temën të shtunën, po nuk bëj kafe turke, po bëj një instant kafe 3-in-1, veç di me e vloj ujin, ja që s'kafen që atë kafen e pare pi këtu para se me ndalë. Po për ndryshe, shumicën e barës të punëve, të shpis, gjithë shkafit realisht i manë Meliza. Edhe mos me pas që të farë mirë kuptimi, ishkon shumë shtirë për mu me mujt me kry punët e mija dhe me pas që të farë dinamike të angazhimeve. E duke e ditur se bashkëshortja është angazhuar me gjithçka për rreth familjes, ai të paktën kujdeset për gjërat e tij personale. Po Memli ka një të mirë, po menoj nëse këtë këto e në kësia, i palën teshat shumë mirë. Edhe këtë e kemi pas, prej kur kemi fillu me jetu bashk, edhe në pik natës më ka thirë mu, ka thonë Melizë, që palën teshat? Edhe i më palën gjithmonë, edhe ka këtë veti shumë të mirë, sa që mu më ka shkaktu problem, jo nervoz, po më ka bo probleme se kur nuk kom ditë cilat tesha janë të lame dhe të palame, se gjitha i palën. Ndihma e pakët e Memlit, por edhe mungesa e tij në shtëpi, nuk përbën më edhe aq problem për Melizën, pasi me gjitha këto, ajo është mësuar tash e disa vite. Me Memlin jemi shumë herët, që 22 vjetë, kështu që do me thamë prej kohës kur jam i ditë ky është marrë me muzikë fillimisht, edhe atëherë nuk ka pas shumë kohë, edhe tash unë jam mësu, gradualisht i ka pas do me thamë këto punën orarin e gjatë, ose ky asër gjatë vetës, po më duket, nuk e di unë e tjerë sa punojnë, po menoj nuk kam shumë kështu kontakt me tjerat, po unë nuk ankohna, ose të paktën të Memli jo, as të njerëzit tjerë, jo mësu me këtë ritëm, edhe di për afërsisht kur vjen, sa do që ka pas raste që i kom thonë, hajde për shambull në ora 6 paktën, pak me imri fëmi që mës me flajt këta, gjithmonë do me thonë usil puna për shkak të fëmive. Por për mungesën e kryefamiljarit në shtëpi, po ankohet Mali, djali i vetëm i Memlit dhe Melizës. Babi është ka një punë vëllot, se babi
u konë gjumash, nuk qotë heq. Unë ju malë Krasniqi, i kam 4 vjetë. Kjo është memli Krasniqi. Duke pas parasysh agjendën e ngjeshur gjatë një dite, membli Meliza, Bora, Mali dhe Vera vikendet i kalojnë duke ju përkushtuar njëri tjetrit, e madje shpesher praktikojnë edhe udhëtimet jashtë vendit. Qona pak ma vonë, rrim shpe, zakonisht hadhe më mëngjes të vëndshëm bashk, dalim me thmi, ndonjëherë bashk, qoftë para here, edhe sovër edhe pak minuta e kry, edhe 5 minuta. Dalim ose ma herët se ma vuën po, në mënona që në ditë vikendit nëse jam në Prishtinë, me u taku me shok, gjithçysh, me shok të mi. Kemi venin kështu që zakonisht e di që kom i pa, edhe në atë 3 orë i kam normalisht me shok që i kam që 20-30 vjetë një pjesë të madhe. Mënuna me kalu pak ma shumë kohë me thmi, isha edhe prind zakonisht në vikend ma shumë sa herave tjera. Edhe pse pozita prej ministrit tingëllon për lakmi, ky është realiteti i ngjeshur në të cilin jeton Memli Krasniqi. Edhe babi e më gjumash. Tung tung.